40% aksion. Veç pak, si paguan ato 3 miliona ashtu të vlerës ku... E ka kontratë ato ma ka provuar dhe mo? Jo. Alo s'ka pas fidu puna ato dhe më thonë. Jo, edhe s'qaroj atë patë. Tha, i quam 3 milion euro me bank, tha, se ata tani, tha, ishin mbajtës të 40% të aksione. Dhe këto 40% ata mund të ashistin dikujt tjetër. Pra ta erdhën në Shqipëri. Tamam. S'bën asnjë lek punë. Jo, dhe tha se tash vendën rrugë. Linda Balluku dhe vetëm më futin rrugë se tha në ministri i tha ministra do i marr turp. Jo, tha kështu tha. Se këto punë tha shkojnë kështu, tha se ne nuk mund të konkurronim pa atë kompaninë. Edhe tash ne po kjo është ilegale, domethënë se ti se pagun dikan për me si maske jotja. Po mirë, po spaku nuk mundet preventivisht me reagu. Domethënë se krimi do të më ndodh për me reagu, sepse ti ka ndodhur para shumë vitesh kjo. Jo, s'ka problem. Tash e dul publikisht se unë kam pas se ne dëgjom se ne po vërtet, çka kërkojmë ne këto ma thoshë si gjë. A zbuloj spaku tentën këtë intervista këtë gjë. Dëgjoj, siç e dëgjoj, le dëgjoj dhe spaku. Tash ajo që po ndryshojmë ne, është unë them që spaku mos thot që unë mora Belinda Ballukun të akuzuar për aferën e aeroportit dhe na plotësoi një statistik. Kur më parë në historinë e Shqipërisë nuk është marrë një zvend. Jo, unë du që spaku të më thotë, si ka mundësi që këta bëka një tender me të plotësoka kriteret ministre, e ka thënë jepja 3 miliona atyre turqi dhe ai ta mbyllën këtë. Po. Ka aq nga spaku. E tash. Ajo që s'ka për ta bëu. Unë e shikoj fotografinë pak më gjon. Që jeni besimtar se u përmend se kjo është special. Domethënë, vetëm këtu hapini shumë interesante bushati. Ai bëhet edhe dëshmi tjetër. Në praninë e ministrës, na ostha që do i marr 40%. Ajo ishte, domethënë, si do i marr 40%? Nuk e di, domethënë, ajo janë tenderat Shqipërive. Si do i marr 40% tu? Dhe pas solli e thoshte ka letra me një lehtësi. Me lehtësim. Po pasonë është biznesmen më zotëri. Firmën e ka Belinda. E njeriut që unë se diskutoj që në Shqipëri punët shumë bëhen. Ti caktojnë këta, po pse mra mu kë fati keq që duhet dorëzoj pjesë, po që tenderat këshu jepen, pra këtë vetëm spaku se din Shqipëri. Jo, dëgjom, që tenderat këshu jepen. Me ta rikapitulloj këta, domethënë, shikoj, Prokuria speciale të formës spakut ka pas Maqedonia. Prokuria speciale ka pas Mali Zi. Prokuria speciale po, Maqedonia dështoi, nuk është. Kuagrevski sot, domethënë në Hungari jeton ai, për shkak të ndjekjes. Ai ende zguzon më kthye sepse partinë ka në pushtet partinë vet. Maqedonin mos e përmend. Ashtu është, po se ka ndej bankinë. Ajo doli duke marr lekët vet ajo krye prokurori. Ai iku, po jo. Dëgjom, Rumania ka pas personale me Rumania ka pas spak para se të futej në Bashkimin Evropian. Dështim total. Jo, prokuroria nuk ka qenë bash dështim skandal. Po. Sidoqoftë, çdo janë investime statistika, po asnjë aferë zbardhur nga fillimi deri në fund. Statistika plot pa të Rumania. 2350 zyrtarë të lartë të burgosur, me dystyre kaq ministra, çështja është kjo. Ne kemi pas një frikë, një ndruajtje, mos administrata e re amerikane do të heqë dorë prej spakut. Sepse ne kur diskutuam në fundit këtë është nuk ka organizat sikur spaku që si jep dikujt llogari. Po të mos jenë amerikanë do të jep politikës. Pra në çet rast unë mendoj që edhe politikës dhe amerikanëve japin. Nuk e përjashtoj që në një segment brenda. Po jo dhe kur amerikanët maksimumin e prokurorëve i kanë që i dhojnë llogari amerikanëve. Është në ajo që han kumbulla dhe aty pra bashkëpunës amerikanëve. Nuk e vëj ndyshim këtë. Po përgjithsisht drejtësia kur ndon Evropën juglindore, besa edhe në Evropën perëndimore, amerikanët nuk kanë heqë dorë për kësaj gjëje. Tash asaj që ka unë besoj shumë është as Roma, as Berisha, askush prej politikanëve nuk ka çast ndikim se më pas, më thon amerikanëve a më mundesh mua me mlonanash për kësaj çështje. Puna është, në qoftë se marrim këtë që është një hipotezë që thuhet shumë dhe në Shqipëri, që spaku ka këllqe se mbrapa ka amerikanët. Në Amerikë, pushteti s'është bërë një vit që është ndryshuar. Në qoftë se spaku ka pas deri tani mbrapa amerikanët, ne kemi pas amerikan, që na erdhi sekretari shtetit tu dhe tha sa me fat jeni o shqiptar që keni një udhëheqës lavdishëm si Edi Rama. O Bushat. Një sekond. Ashim thoshit i kanë thonë George Washingtoni Kosovës. Një sekond. Edhe ajo është 5 vite në burg. Një sekond. Po dhe po. E dyta, kemi një administratë amerikane deri para i viti që u angazhua me mishe me shpirt me shkallmu opozitën Shqipëri.
në qoftë se SPAK-u i deri para një viti ka qenë vegël e amerikanëve, ka qenë vegla më e pisët e mundshme që mund të ndodhi në një demokraci. Unë shpresoj mos ketë qenë totalisht e amerikanëve, po në qoftë se veprimet që ka bërë SPAK-u deri para një viti kanë qenë veprime të frymëzuara nga ata amerikanë që thoshin këta zulut meritojnë Edi Ramën dhe këtu opozita duhet shkatruar, inshallah s'ka qenë SPAK-u amerikanëve. Tani nëse ndryshon, është punë tjetër, mund të bëjë të njëjtat dëme. Kur erdhën në emision tash ta kaloj një emision pa u marrë me opozitën, se pastaj po kam polemika me shkullakun konstante, po dhe s'është tema. O me SPAK-un në Berishën do bëhesh. Kështu që çfarë bëhesh ti? Jo, vetëm bëj kaloj këtë Çështja është konkludolens. Jo, një fjali shumë të thjesht, meqense u përmend aeroporti këtu, mirë do t'ishte, unë jam as kërkushi që të jap mendje, po Baca Bexhet është mirë që kur të dalë në studio të jetë i shoqëruar me avokatin. Mirë do t'ishte të mos fliste fare. Fati i Bexhetit është çështja e emisionit. E pra, do të thënë Belinda me Ramën të vazhdojnë të rinë zyrat e qeverisë, Bexhetit marrë avokat. Jo, se po të letë bëjtë që dojë Bexheti Bexheti letë përfundoj në të sëmës. Problemi është ajo që të Bexheti na tregon si vjedhin lekët këta. Shu që a del me avokat, as del me avokat, as gjithë si dojë halën e vetë. Thoshte, po të më dëgjoje mua, deri në fund do të kuptoje për çfarë bëj fjalë. Do me thënë, avokati do t'i thoshte kujdes çfarë thua sepse po inkriminon veten. Atëherë unë si gazetar do thosha shqyr që doli pa avokat, se morëm dhe vesh dhe ne gjë më shumë. Ti ke hallin e Bexhetit ta nxjerrësh me avokat, dakord? Pacolli, unë e takova. Njëri i mirë, nuk është ty. O Lorenz, e takova Pacollin dhe më tregoi. Se thash krejtë kundërtën, po nuk doni. Të kalojmë tani ke tema. Ke tema jemi. Unë e takova Pacollin për aeroportin. Do të qenë se dhe aeroporti është në hetim, ka njoftuar SPAK. Po. Më tregoj këtë episod në Belindës, po ideja ishte që kur ai tregon ti avash po se e tha vetë serialin e Netflix. Patjetër. Sa folajte, tani do i tregoj gjitha ky se foli patjetër. Për qenë korrekt. Mënyra se si. E kam vetë provuar, sepse shkoj tek Fevziu, se kjo është dhe më e rëndë. Se Pacolli, më thënë të drejtën, si rod dakord ai të tema është. Po. Detyrim për detyrim për saktim obligim për shku në atë studio. Si? Detyrim për saktim obligim. Nga kush? Tash bëhem nga Edi Rama. Po nga Edi Rama, man. Edhe pse punon aty nga Edi Rama. Nga Edi Rama s'ka çfarë punoj. Tani po bëhem me Beratin. Beratin që gjithmonë nga Edi Rama. Nga Edi Rama. Po do të thash nga Edi Rama. Nga Edi Rama do shkosh në atë emision ku bën opozit. Nga Edi Rama dhe do thuash aq sa duhet thuash. Por me ti shpëtoj pagoj. Me qenë korrekt, Pacolli tregoi gjithçka. Gjithçka jo. Ti kaq në raport me Belën. Kaq budalle di Edi Rama se thot Pacolli dil atje. Se Rama nuk e njeh se kush është Bexheti, që po doli atje do kpusi dhe mufka. Jo, çaj do dilte talenci, avokat mos dilte. Jo, çaj do dilte diku do dilte. Po, shko ke ky Joni që bën opozitë, jemi më të garantuar. Por ai ato ja tha që këtë. Sigur po thamë në këtë vërtet në këtë studio po masakrojnë. Kush është e vërtetë? Për televizionet opozitare. Jo, ti the, por edhe Bushati se ti thua që Rama nuk i kontrollon mediat në Shqipëri. Ti thua këtu ka demokraci, kush si kontrollon? Ti më ke thënë. Absolutisht është vërtet. Ka studio të pavarura, ke thënë, ka analistë pavarur. Nëse John Nivel, nuk merr në fjalë. Gjole ka Edi Rama nuk i kontrollon mediat. Unë çfarë të them ty? Ti ke del ku morën edhe Albin Rama se opinion. Nuk e thon kështu. Jo. Ti lën mediat. Sepse rrëfimi i Pacollit është një dosje e gatshme për prokurorinë. Shumë ke thënë ka analistë. Belinda i tha, nuk fali fare, ta turku tjetër në 40%. Ma kuptove ti së pak. Ma kuptove së pak. Unë kupton që lajmet i kontrollon Roma. Ai kontrollon lajmet. Jo vetëm ato, po lajmet e gjithë Shqipërisë domethënë. Po asnjëherë se komo u ke në Kurtin, po. Kur hiç asnjëherë. Kurti do më na arrestu një Vemburg, ka qit lajme në televizionin publik që gazetarët e Kosovës paguan prej fuqiçit. Mirë, po le. Ju edhe ke urrëtie e turmës. Obligim për shku aty. Megjithatë, ajo çfarë dëshmoi Pacolli, duke qenë se është e vërtetë Berat se po lexon si fakt.
Ajo çfarë dëshmoi Pacolli, ajo çfarë ka shkruajt Pacolli që kanë caktuar të shkojnë klan. S'folë nuk për këtë, se ky thashë ta shoh dhe unë ose. Ky thashë vërtet. Se unë e lexoj. Ajo çfarë që me Beradin. Ajo po ndërtohet një aleancë solide. Ajo çfarë ai tha ishte thelbi gjithçkaje. Në takim me Belinda Ballukun, unë dhe Turku. Belinda i tha Turkut, ti do marrësh 40%, nuk fliste fare me mua, në çova dhe i nga takimi. E vendosi ajo se kush do i marrë. Unë ndjeva i fyr. Ke nga xhelozia tani që thuan. Ore, një minutë. Ti ke nga xhelozia provë në unë sta quj. Andi. Unë sta Edhe ti ke nga konflikti me Fevzën. Telefon e ri dhe ky dhe Berati, shikoj. Edhe ti ke nga konflikti me Fevzën. Kush ka iPhone e ri, kush ka iPhone e Ose ri? jemi avangard. Ne na duhen për punë. Për punë, Ti e ke pëlqyer. dërmoni Peshkatar, na duhet ty. merrni mesazhe private, normal. Po që i shërbej publikut. Patjetër, po tregoj pra ti shumë. Pra, kur ju thash që Pacolli do të duhet ishte me avokat, rrëfimi i tij është një dosje e gatshme për prokurorin. Por pas kësaj dëshmia asaj zonin se hiqi çdoja drejt firme. Se u bën shumë dosje. Ajo s'mund të lihet në zyrë. Pse ta nisa në këtë mënyrë? Për të thënë që të bësh një rikapitulim të vogël. Askush nuk e di se çfarë do ndodh mbas 10 ditësh. Askush nuk e di se çfarë do ndodh deri në fund të nëndorit apo deri në datën 4 nëntor kur fillon edhe procesi i zgjedhjes së kreut të ri të SPAK-ut. E di unë. Vjedhja nuk do ndaloj. Kaq, pastaj viktima rrugës. SPAK-u është aty për mos ndaluar rubinetin e vjedhjes që mban një njerim pushtet. 2 javë më përpara, maxhoranca socialiste e shikonte zonjën